Lufta e tretë botërore në Prag ja vendet më të sigurta në rast të një sulmi bërthamor nga Rusia. A ka vërtet një vend të sigurt në rast të një sulmi bërthamor? Pyetja sot merr një urgjencë të re. Në një botë ku parandalimi duket se po ja lë vendin konkurrencës së brisht strategjike dhe kërcënimi bërthamor po bëhet përsëri një çështje vërtet politike, jo më thjesht fantashkencë. Gazetarja investigative Anna Jacobsen e cituar nga Open për shembull në librin e saj Lufta botërore, një skenar 2024, kërkoi një vendodhje më të sigurt në rast të një sulmi bërthamor, duke hipotezuar se Australia dhe Zelanda e Re mund të garantonin mbijetesën në skenarin më të keq. Faktorët. Por siç theksojnë shumë ekspert, nuk ekziston një qytet i paprekshëm, por faktor të caktuar, distanca nga objektivat ushtarake, terreni, infrastruktura nën toksore mund të zvogëlojnë rreziqet e menjëhershme të një shpërthimi ose pasojave të mëvonshme radioaktive. Megjithatë, këto konsiderata marrin kuptim vetëm kur vendosen brenda një kuadri më të gjerë, i cili përfshin përgatitjen civile, qëndrueshmërinë e infrastrukturës dhe aftësinë e qeverive për të menaxhuar skenar kompleks emergjencash, udhëzimet zyrtare të tilla si ato të Agjencisë Italiane të Mbrojtjes Civile dhe Komisionit Ndërkombëtar për Mbrojtjen Radiologjike theksojnë parimin e strehimit, mbyllja në ndërtesa të forta, shmangja e ekspozimit të drejtpërdrejtë dhe pritja udhëzimeve nga autoritetet, por edhe mbrojtja e përsosur mbetet një mit. Shtetet më të mbrojtura në Europë, Zvicra mbetet një rast unik. Rasti saj i strehimoreve kundër pasojave të rëndimit ka qenë i gjerë dhe i mandatuar ligjërisht që nga viti 1960. Çdo qytetar teorikisht ka një vend të mbrojtur dhe autoritetet kryejnë ushtrime periodike për të siguruar funksionalitetin e sistemit. Vende si Suedia dhe Finlanda kanë riaktivizuar gjithashtu programet e mbrojtjes civile të pezulluara pas përfundimit të luftës së ftohtë, duke ofruar strehimore, plan evakuimi dhe komunikime emergjente, por edhe në këto kontekste siguria është relative. Kokat moderne termonukleare të kombinuara me mundësinë e shpërthimeve të shumëfishta ose aksidentale i bëjnë efektet me rreze të gjatë veprimi të paparashikueshme dhe pasojat radioaktive mund të kontaminojnë zona të gjera të planetit brenda pak ditësh. Strategët ndërkombëtar bien dakord se rreziku i vërtet nuk qëndron aq shumë në shfarosjen totale sesa në shembjen e strukturave të mbijetesës. Edhe ata që nuk preken drejt për drejt nga shpërthimi do të përballen me javë të tëra pa energji elektrike, komunikime apo furnizime ushqimore në një mjedis të ndryshuar nga rrezatimi dhe pluri toksik. Prandaj, në vend që të kërkohet një stre përsosur, mbrojtja vërtet qëndron në qëndrueshmëri, komunitete autonome, burimet pavarura energjie, mjete lokale të ndihmës së ndërsjellë dhe përgatitje psikologjike dhe logjistike që lejon dikë të reagojë ndaj të papriturave.